SPAK goditi rrjetin e pastrimit të parave të drogës, por lavatriçja kryesore mungon në listën e të arrestuarve. Me lidhje të ngushta me kryeministrin Edi Rama dhe reputacion si punë mbaruar për personat që kanë punë me SPAK-un, Agim Zeqo doli i paprekur nga operacioni i fundit, ndërsa për 20 biznesmen e trafikantë të tjerë u lëshuan urdhër arreste. SPAK ekzekutoi sot 20 masa arrestimi për një rrjet të strukturuar kriminal që trafikonte kokainë nga Amerika e Jugut në tregjet e Europës, duke pastruar mbi 128 milion euro përmes blerjeve të tokave, kullave në ndërtim dhe resortet luksoze në Shqipëri. Por në listën e të akuzuarve mungon Agim Zeqo, i njohur si Gimi i Red Bullit, i cili sipas burimeve pranë hetimit ka qenë ura lidhse e trafikantëve që ndërtojnë kulla me kryeministrin Edi Rama. Ndërsa 20 të tjerë përfunduan në pranga ose u shpallën në kërkim, Gimi vijon të jetë i lirë. Ai as që u thirr në pyetje, nuk u prek as nga një masë sigurie. Në fakt, Agim Zeqo njihet në qarqet e biznesit si punë mbaruari për personat që kanë punë me SPAK-un. Agim Zeqo ka qenë subjekti i disa sinjalizimeve hetimore ndër vite. Asnjëra prej tyre nuk ka prodhuar efekt. Në vitin 2022, një dosje për pastrim parash përmes blerjes së një kompleksi apartamentesh në Tiranë u pushua pa asnjë shpjegim. Në vitin 2024, një tjetër denoncim për përfshirje në skemën e riciklimit të parave të drogës përmes një rezidence luksoze bregdetare përfundoi në arkiv. Aktualisht burimet tregojnë se Zeqo ka qenë i përfshirë drejt për drejt në lehtësimin e kanalit të mbi 40 milionë eurove nga kontratat e shitblerjes së tokave për kullat në ndërtim. SPAK nuk e ka thirrur as për t'u marrë në pyetje. Për këtë dosje nuk dihet në çfarë faze ndodhen, apo nëse disa prej tyre janë pushuar fshehurazi, por një gjë është e qartë, lidhja e tij e ngushtë me kryeministrin e vend të paprekshëm. 20 biznesmen e trafikantë të tjerë në pranga. Gimi i Red Bull duke shijuar diellin në kafenet e Monakos. Lavatriçja kryesore e pastrimit parave të drogës në ndërtim vazhdon punën.